A e mbani mend Beni Gaborin, oportunistin e pa skrupullt në filmin Mumja? Kur i del mumja e frikshme përpara, ai nxjerr nga kraharori të gjitha simbolet e mundshme fetare dhe fillon të lutet njëherë si krishter, pastaj si mysliman, si budist, si hebre, si çfarëdo lloj feje të mundshme vetëm e vetëm që shpëtonte lëkurën. Mishërimi më i sakt i këtij personazhi në Shqipërinë e sotme është Edi Rama, pasi e ka humbur tërësisht legitimitetin e brendshëm, sepse çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë mendon se ai është hajdut. Edi Rama përpiqet ta kompensojë këtë gjë duke kërkuar mbështetje ndërkombëtare të pamerituar. Nga anti-trumpist është bërë trumpist deri në pikën sa është i gatshëm të falë Sazani, Zvërnecin, madje gjysmën e Jugut vetëm e vetëm për të bërë një foto me presidentin amerikan. Lere më pastaj në udhëtimet e tij ndërkombëtare, kur shkon në Izrael bën si hebre, shkon në Vatikan bën si katolik, kur takohet me Erdoganin bën si mysliman, po e ftuar në Kinë ka për borxh të bëj edhe si ateist. Vetëm e vetëm po e them edhe një herë që të shpëtoj lëkurën e tij. Mirë po ne, shoqëria shqiptare, çfarë kusuri kemi që të vazhdojmë të mbajmë mbi krye një politikan kaq të korruptuar, kaq të paskrupull dhe kaq karagjos?